Deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën, Sajmir Korreshi, në takimin e 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri-Bashkimi Evropian, foli për lirinë e mediave, duke u referuar raportit përfundimtar të OSBE-ODIR-it mbi zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Sipas tij, gjendja e medias në Shqipëri ka shumë probleme, që nga ajo pavarësia e institucioneve mediatike, dhuna, sulmet apo kërcënime ndaj gazetarëve dhe akses të kufizuar në media, ku u favorizua partia në pushtet dhe u kufizua opozita në këto zgjedhje. Korreshi theksoi se kodi penal nuk parashikon mbrojtje të veçantë për gazetarët. Korniza për mbrojtjen e gazetarëve është në fuqi, po sulmet verbale dhe fizike si dhe fushatat e shpifjeve vazhduan. Përdorimi i padive nga zyrtar të lartë individ kundër gazetarëve ose ndryshe siç njihen padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike SLAP, u rrit me 73 raste të raportuara në vitin 2023 nga 42 që ishin në 2022. Në vitin 2023, organizatat për lirinë e medias raportuan 24 raste shkeljes së sigurisë gazetarëve dhe 26 deri në fund shtatorit 2024. Ende nuk është vendosur një praktike e qëndrueshme në ndjekjen penale dhe gjyqësore për të garantuar sigurinë e gazetarëve. Nuk është bërë përparim në parafrimin e kuadrit legjislativ me ekuis të BE-s dhe standardet europiane përfshirë aktin për lirinë e medias. Po ashtu, nuk ka pasur përparim në adresimin e sfidave kryesore që pengojnë pavarësinë e medias, në veçanti për përqendrimin e lartë të tregut dhe mungesën e transparencës në pronësinë e mediave, burimet e financimit dhe interesat ekonomik përfshirë fondet publike. Shpifja mbetet vepër penale dënueshme me gjoba të larta penale. Dispozitat civile mbi publikimin e informacionit pasakt mbeten të parafrohen me standardet europiane. Kodi penal nuk parashikon mbrojtje të veçantë për gazetarët kundër dhunës, sulmeve apo kërcënimeve gjatë ushtrimit profesionit. Kuadri ligjor gjithashtu nuk ofron garanci kundër padive SLAP. Është thelbësore që për çdo ndryshim në kuadrin ligjor të jetë në përputhje me standardet europiane, përfshirë opinionin e Komisionit Venecia dhe të nënshtrohen konsultimeve të gjera me organizatat e medias dhe shoqërisë civile bazuar në një dialog të strukturuar dhe gjithëpërfshirës. Ligji për të drejtën e informimit është gjithësisht i parafruar me standardet europiane, megjithatë, duhet të vendosen afate më të shkurtra dhe detyruese për përgjigje ndaj gazetarëve, bazuar në praktikat më të mira europiane. Pavarësia e autoritetit të mediave audiovizive AMA nuk është e garantuar për shkak të rrezikut të ndikimit politik dhe kooperativ të procedurave të emerimit të anëtarëve të bordit të AMA-s. Lidhja politike të kryetarit dhe anëtarëve të bordit të AMA-s dhe mangësive në zbatimin e kodit të transmetimit ndaj mediave që transmetojnë përmarrje politike të regjistruar paraprekisht gjatë fushatave zgjedhore. Në prill 2024, Kuvendi ngriti një komision ad hoc parlamentar për luftimin e dezinformimit dhe ndërhyrjeve të huaja, pa mbështetjen e opozitës. Është e rëndësishme që ky komision të sigurojë një qasje gjithëpërfshirëse dhe që legjislacioni që rezulton prej tij të jetë plotësisht i parafruar me akuisin e BE-s, standardet europiane përfshirë dhe lidhe me lirinë e shprehjes.